Bashkia e Korçës ka organizuar një pritje për mësuesit pensionistë, të cilët gjatë gjithë jetës së tyre kanë kontribuar për arsimimin e shumë brezave të nxënësve. Liliana e Kristaq Gjergo janë një çift mësuesish të njohur në qytetin e Korçës, sot pensionist. Ata flasin me shumë dashuri për kohën kur kanë shërbyer në arsim, duke kujtuar edhe sakrificat e bëra për edukimin e brezit të ri. Shumë punë, shumë gëzime, shumë nxënës, mira nxënës. Zuar 7 marsin dhe të gjithë e festofshin mësuesët kështu me krenari dhe me dashuri, me respekt. Ata kanë edhe një mesazh për mësuesit e rinj. Të realizojnë detyrat që kanë në edukimin e brezit të ri. Kështu do ecë Shqipëria përpara. Mësuesit e rinj duhet të impenjohen shumë në punën e tyre, sepse edhe brezat e rinj sot janë më të përparuar, më të avancuar. Kështu që duhet akoma më tepër punë. Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka uruar të gjithë mësuesit për suksese në punën e tyre, duke vlerësuar kontributin e çmuar të dhënë ndër vite. Është një shenjë nderimi, respekti dhe vlerësimi për gjithë kontributin e jashtëzakonshëm që ata kanë dhënë në vite, duke edukuar breza të gjithë nxënësish, të cilët pastaj janë rritur dhe kanë shërbyer duke dhënë kontributin e tyre në komunitet. Bashkia e Korçës e ka bërë tashmë traditë prej vitesh festimin e 7 marsit me mësuesit pensionistë.